Zoti Beqiri, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë me u lidh bashkë me neve, nëse është mundësia ju lutem që të na hapni kamerën edhe për neve dhe për shikuesit. Presim derisa zoti Ramadan Beqiri të jetë gati që të bisedojmë, është një si çështjeve politike dhe do të bisedojmë për seancën konstituive që pritet të bëhet pra sot për herën e tretë. Zoti Beqiri, po? Qysh esha seancën e sotme, do të ketë konstituim të kuvendit sot? Po, të them drejtën, gjitha ditët janë shumë të rëndësishme për Kosovën, por si duket kjo datë e sotit dhe dita sotme do të shënoj një kthesë jashtëzakonisht madhe të rezultatit të zgjedhjeve të kaluar, të cilat sapo i kaluan, dhe unë pres që tash të bëhet konstituimi i kuvendit së pari, të votohet raporti që është dashur të bëhet me 15 prill, por për shkak të rrethonave të cilat ne tashmë kemi të njohur edhe të mos i marrim kohë, atëherë me konsenzusin e sotëm të arritur të 120 deputetëve të sallë, të cilët ishin në sallë, dhe të gjithë u dakorduan që të vazhdohet me të njëjtin komision dhe presim që komisioni tash me të njëjtën përbërje ta miratojë raportin dhe të kthehen e të votojnë të gjithë deputetët një zëri, sepse fundit e kanë marrë mandatin secili dhe ta legjititojnë veten për deputet legjislaturës së nëntë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po, zoti Beqiri, në redaksi është raportuar që zoti Kurti pra ka dhënë dorëheqje sot dhe letrën i ka drejtuar drejt zotit Avni Dehari. Mendoni që kjo është arsyeja pse pritet që të votohet unanimisht nga 120 deputet konstituimi i kuvendit? Të drejtën, mandati i qeverisë sipas kushtetutës gjatë 4 vite. Dhe ai mandati i qeverisë ka shkuar deri në fund për të parën herë dhe ai ka përfunduar ai mandat. Të gjitha të tjerat që kërkohen ose të bëhen, ma vërmendje se kanë qenë panevojshme dhe janë të panevojshme kanë qenë dhe po ashtu janë të panevojshme. Mirë po, mandati i kësaj qeverie ka shkuar si stash deri në fund, është përfunduar, po kjo qeveri duhet të mbetet kujdestare, se duhet të mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e një qeverie të re, qoftë prej zotit Kurti ose prej dikujt tjetër. Prandaj ato mendime se duhet boshatiset qeveria ose të largohen të gjithë nga zyrat, mendoj se ka qenë diçka pak e ngutshme nga parti tjera, por megjithatë duhet të i kalojmë të gjitha ato dhe unë shpresoj se sot do të bëhet ajo që është dashur të bëhet me 15 apo me 17, por do të bëhet ditën e sot me 19 prill dhe do të i kalohet të tëra dhe sot do të kemi sigurisht edhe mandatar, edhe do të kemi edhe kryetarin e kuvendit, edhe zëvendës kryetarët, dhe besoj që shumë shpejt, ose brenda ditës, ose një afat shumë shkurt edhe qeverinë e re të Republikës së Kosovës, që ka shumë nevojë Kosova të kemi qeverinë e re me mandat të ri të plot dhe të urojmë të shkohet përsëri deri në fund zgjedhjeve të ardhshme të cilat do të jenë pas 4 viteve. Po, megjithëse është fol shumë fiks që 2 muaj e gjysmë rreth një koalicioni të mundshëm mes nismës dhe lëvizjes vetëvendosje, asgjë zyrtare, por në fakt në prapaskena gjithçka pothuajse dihet. Si e shihni këtë çështje, mendoni që do të jetë kandidat për krye parlamentar zoti Limaj apo do të jetë dikush nga lëvizja vetëvendosje, meqense ka raportime të fundit që brenda kësaj lëvizje ka pasur disa mosmarrveshje rreth emrit të kryetarit të kuvendit? Po, unë mendoj se më mira edhe do të jetë ajo që dakordohen domethënë deputetët që s'pakut i kemi 61 deputet për një qeveri të ardhshme me zotin Kurti në krye dhe më s'paku është ndoshta e rëndësishme kjo se cili do të jetë kryetari i kuvendit. Kryetari i kuvendit faktikisht është një deputet ose themi është një krye deputet.
Prandaj, mas pak është e rëndësishme ndoshta ajo. Është e rëndësi të madhe që vetëm vetëvendosja ka të drejtën ta bëjë propozimin, siç e parasheh kushtetuta, por vetëvendosja mund ta propozojë edhe ndonjë kandidat i cili nuk vjen nga radha e lëvizjes vetëvendosje. Për këtë sigurisht se lëvizja vetëvendosje dakordohet dhe do ta sjellë një emër i cili do të jetë i pranueshëm. Urojmë që të jetë i pranueshëm jo vetëm për lëvizjen vetëvendosje dhe koalicionin e saj që do ta bëj, por edhe nga deputetët e tjerë, sepse fundi e fundit ai kryeparlamentar duhet të jetë një deputet unik edhe për parti tjera të cilat janë të përfaqësuara në kuvend. Kështu që nuk besoj se do të ketë asnjë mosmarrëveshje, kodo që do ta propozoj kryetari apo lëvizja vetëvendosje sot do të votohet edhe nga të tjerët. Po, i nderuam, meqense nuk ka shumë rëndësi emri, a ndikon kjo ndoshta kur propozohet kryeparlamentari në mos votimin e tij nga parti tjera? A mund të ndodhë një gjë e tillë, nëse për shembull nuk është sipas kushteve shpërquj, kandidati duhen për të tjerët për shembull? Unë nuk besoj që lëvizja vetëvendosje do të sjellë një emër të papranueshëm e para, sepse të gjithë 48 deputetët janë pranueshëm, sepse ata i kanë votuar populli, por edhe të tjerët të cilët do të afrohen në lëvizjes vetëvendosje apo të bëjnë koalicion apo çfarë do që ta themi atë, të gjithë e plotësojnë kushtin që të jetë kryetari i kuvendit. Nuk e di unë pse dikush do ta mendoj se nuk bën ky apo nuk bën ai. Për neve të gjithëve do të jetë më mërmendja siç i pranojmë ta deputetët të cilët sot do ta japin betimin, në atë mënyrë do ta pranojmë edhe kryetarin e kuvendit i cili do qoftë, por natyrisht ai do të jetë i propozuar nga zoti Kurti apo ndonjë deputet të cilën e autorizon lëvizja. Zoti Beqiri, marr shkas këtu të ju pyes për shkak që deklaratat e liderëve të partive opozitare janë që nuk do të votojmë asnjë kandidat që vjen nga lëvizja vetëvendosja. Po të gjitha partitë politike opozitare, apo të gjitha partitë politike tash, të cilat janë, se fundit nuk kemi të drejtë të themi tash kush është opozitë, kush është në pozitë për shkak se ende nuk është formuar qeveria e re, të gjithë jemi, edhe ne qytetarët, edhe të gjithë jemi të vetëdijshëm se kryetari i parlamentit të ardhshëm të kësaj legjislature duhet të vinë nga lëvizja vetëvendosje. E votuan apo nuk e votuan, ata mund të mos i merr 61 vota, po pastaj ai do të shkojë prapë një propozim tjetër, e prapë kështu deri në themin e pafundësi, por asnjë parti tjetër politike nuk e ka të drejtën ta propozojë, ndërka që ka të drejtën mos ta votojë. Por megjithatë, lëvizja vetëvendosje nuk do të propozoj thash edhe një herë një emër i cili nuk i merr s'paku 61 vota. Kjo është minimumi i cili faktikisht duhet arrihet edhe nuk do të vjen më mërmendja në atë pozitë kryeministri aktual Albin Kurti apo ndonjë deputet tjetër i cili do të bëjë propozime që nuk i ka 61 vota. Po, zoti Beqira, meqense ideja është që sot të konstituohet kuvendi, me njëherë hap rrugë qeverisjes së re. Shihni problem në këtë drejtim apo shumë shpejt mund të formohen institucionet pas konstituimit? Të nisin punën e tyre. E para që unë mendoj se rrallë kush që ka pritë se mund të ngecim në atë pikën të cilën ishëm të raporti. S'di, unë për vete nuk kam menduar se mund të ndodhë kjo që raportit mos votohet, po ndodhi se ndodhi dhe kjo po kalohet sipas gjitha gjasave ashtu që dukin edhe nga parti tjera politike të cilat u prononcum, madje edhe nga zoti Avni Dehari si kryesues i kuvendit deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Unë mendoj se kjo pika momentumi që do të zgjidhen 120 deputet sot edhe të japin betimin, atëherë brenda ditës do të bëhet edhe kryetari i kuvendit, ndoshta edhe qeveria. Çka presni prej qeverisjes së re? Qeveria e re, unë mendoj se do ta vazhdoj rrugën të cilën e ka pasur 4 vitet të cilat po i lan pas. Ato të cilat s'ka arrit të përfundoj, duhet patjetër të përfundoj.
dhe të bëjë edhe më tutje një jetë më të lehtë për qytetarin, pa marrë parasysh a ka qenë ai votues të lëvizjes vetëvendose apo ndonjë partie politike, sepse fundja të gjithë jemi qytetarë të barabartë të vendi dhe duhet ta kuptojnë një herë e përgjithmonë se qeveria, cila do që do të zgjidhet, kryeministri i saj është kryeministri i vendit dhe deri në zgjedhje tjera duhet i mundësohet të punohet e të përcillet me çdo hap si për atyre që e votojnë kryeministrin i cili do të zgjidhet, se për ata që nuk e kanë votu dhe ditën e zgjedhjeve tash përblejnë apo ta dënojnë me votën e tyre, por jo ta pengojnë në kuvend, jo ta pengojnë në çdo debat televiziv, jo të flasin e të qesin lloj-lloj propagandash e këto gjëra të tjera. Unë mendoj se këto nuk na takojnë neve as si shqiptar, as si qytetar të Kosovës dhe as si njerëz të krijë globin të cilën nuk kemi vendosur na të vijmë këto dhe të gjykojmë dikan për këtë apo për atë se çfarë është duke vepruar. Po me votë në të rështje se cilin nga qytetarët e ka të drejtën edhe me votë në kuvend, edhe në votë e kutit kur dalim ose kur kemi dalë, natyrisht që është e drejtë se cilin. Po, zoti Beqiri si e vlerësoni qeverin në 2 mandate, pra këtë qeverin e udhëhequr nga zoti Kurti? 2 mandatet e kaluara si i vlerësoni? Po, kërkoj falje për ndërhyrjen. Do më thonë, qeveria e parë, dim për sa ditë ishte edhe si ndodhi, mos të themi a e mbrapa, por natyrisht që sipas rregullit quhet qeveria Kurti 2, kjo që e pat me 4 vite mandate plot. Mrekullit ose shkopi magjik nuk i takon ose nuk mund ta ketë asnjë kryeministër cili do që të vijë dhe që ka pas të gjitha punët të cilat janë bërë të mira janë pa nga qytetarët, prandaj dhe ju vazhdua edhe një herë kësaj qeverie ose këtij kryeministri i cili u hoqi për 4 vite, prandaj ne mund gjykojmë ose mund themi kështu, por vota ka treguar se sërish është aty ku ishte. Natyrisht se edhe nëse përsëritën zgjedhjet të cilën u parafol një datë se mund të jetë e mundshme 15 qershori, ne do të kishëm pas një rezultat ndoshta pak më të madh ose pak më të vogël për ndonjë subjekt politik, sepse 2 herë nëse votohet është vështirë që matematikisht të kemi të njëjtën rezultat. Por kjo qeveri që sapo e ka përfunduar mandatin, unë mendoj se gjëra ka sjell jashtëzakonisht të mira për qytetarët, por të pas parasysh se shumë kanë qenë pritje të mëdha të qytetarëve që të ketë edhe më shumë edhe gjëra të tjera të cilat nuk janë përfunduar, atëherë ne jemi të vëdëshëm se i duhet edhe një mandat kryeministrit Albin Kurti që ti rregulloj edhe ato të gjitha, madje pas 4 viteve sigurisht se do të kemi edhe kërkesa tjera, do të kemi edhe dëshira tjera të cilat janë të pafundme për neve, por unë mendoj se jashtëzakonisht punë e madhe dhe e rëndësishme është përfunduar, e nëse kishim filluar me i numëru ato do ta kishte marrë kohë jashtëzakonisht shumë për të thënë të gjitha. Cila është sfida më e madhe që e pret qeverinë e re tashmë kur e dim që kemi shumë marrëveshje që duhet zbatuar mbi tavolinë? Po, ato çka qytetarit më shumë të interesojnë janë arsimi, shëndetësia, siguria dhe fatmirësisht Kosova tashme është ashtu siç e tha dhe gjatë fushatës kryeministri Kurti, cep është Kosova e çliruar, domethënë jo nga dikush tjetër, po nga ato banda të cilat kanë qenë edhe jashtë kontrollit të shtetit. Mendoj se ajo punë është përfunduar dhe nuk kemi më çfarë të kthehemi mbrapa saj, por duhet të zhvillojmë shtetin ekonomikisht edhe më shumë. Arsimi si pikë kyçe me qenë se edhe vjen nga ajo fushë ndoshta më shumë të më preokupon edhe më shumë të më obligon edhe tërë karrierën time të më kushtuar rreth asaj, duhet punohet pa marrë parasysh se kush do të jetë ministri i jashtëm i arsimit. Duhet të gjithë të mblidhemi një herë për gjithmonë kokat më inteligjente të arsimume dhe të bashkëbisedojmë dhe arsimin ta ngritim edhe më shumë sepse me të vërtetë nuk e ka merituar Kosova kur në vitet 90-ana kemi sakrifikuar edhe jetën tonë edhe rinin tonë rreth arsimit e tash
ta lam ose të mos ta dërgojmë atje ku meriton Kosova. Në fakt shumë bazike dhe shumë e nevojshme kjo, por më qenë se po diskutojmë për qytetarin, zoti Beqiri. Qytetarit po intereson edhe rritja e rrymës. Jo, në fakt, në orën 12, përveç seancës konstituive të kuvendit, ishte edhe një thirrje për protest kundër shtrejtimit të rrymës për 16.1%. Mendoni që qeveria do të mund të bëjë diçka rreth këtij vendimi të ZRE-s pas formimit të qeverisë së re? Protesta është jo e vënuar, po tepër e vënuar. Kemi një ndërprerje të zotit Beqiri, do të provojmë që të lidhemi përsëri, po më duket që kemi lidhje direkte prapë. Kërkoj ndjes për shkak të ndërhyrjeve telefonike, patëm një shkputje. Kërkoj ndjes. Po presim derisa zoti Beqiri t'jetë gati që të marrë përgjigje rreth shtrejtimit të rrymës, ju po e konsideroni që është e vënuar kjo protest? Jemi në lidhje tash përsëri, besoj. Po, jemi në lidhje. Unë thash jo e vënuar, po tepër e vënuar. Pse po them tepër e vënuar, sepse prap kemi një ndërprerje derisa të rilidhemi, jemi direkt dhe po flasim për shkak të ndërhyrjeve tjera me telefonata, po më shkyqin kështu që kërkoj ndjes nga shikuesit e televizionit juaj dhe posaçërisht nga ju dhe ju mirë kuptoj dhe ju falenderoj. Isha duke thënë se për shkak për cila ishte arsyeja se është tepër e vënuar, sepse protesta kur është bërë për mos privatizimin e Kekut dhe Kecit kanë munguar qytetarët. Ajo është përfundu. Prandaj në 2014 me 17 tetor kur është bë privatizimi i saj, të gjithë e kemi ditë se kjo ditë mund të vijë. Mande mund të kemi edhe shtrejtime shumë të mëdha sepse ajo është private. Nuk e di si qytetari e ka pranuar dhe e ka lejuar në atë kohë të privatizohet. Prandaj kjo është komplet private. Çfarë do të bëjë qeveria duhet e ardhshme? Do të provoj se cilat janë alternativat tjera të cilat mund të zgjedh që qytetarit i bëjnë një alternativë tjetër. Presim derisa të rilidhemi me zotin Beqiraj. Ndjes që lutem. Beqire në fakt. E tëra është që qeveria duhet e ardhshme, po shpresoj me zotin Albin Kurtin, që të zgjedh alternativa tjera të cilat edhe i ka filluar me alternativa tjera të energjisë elektrike, si energjia e erës, me sinë se vjen nga fusha e fizikës dhe janë jashtë miri i çështjeve të energjive elektrike alternative, pastaj energjia solare, me akumulimin e energjisë mbushjen e baterive, të cilat në momentet kur Kosova prodhon energji elektrike më tepër se sa që konsumon, atëherë atë duhet grumbullohen ose duhet të mbeten në bateri dhe pastaj ato mund të rikthehen në formë alternative. Kështu që ajo ka kalu, është e qartë që shtrejtimi i rrymës dhe shtrejtimi i çdo artikulli për qytetarin është i rënduar. Na jemi të vetëdijshëm për këtë, por mos harrojmë se duhet të kthehemi në një pak të kaluar kur qeveria me krye me zotin Albin Kurti pati sjellë një ligj me të cilin pa të kufizuar çmimet tavan dhe fatkeqësisht opozita e deri tanishme e dërgoi atë në gjykatë kushtetuese e ndoshta që s'kemi të drejtë të komentojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, ato e stopuan atë vendim se faktikisht Kosova do ta ketë ligjin për mbrojtjen e çmimeve tavan në të cilat qytetari duhet megjithatë të gëzojë të drejtën që të ketë një jetë më të lirë, një jetë më të dinjitetshme me pagat të cilat i kemi. Kot do të rriten pagat sa të dojnë të rriten pagat nëse çmimet nuk do të rriten. Nuk ndalen të shtrajtohen. Pra çmimet nuk duhet të rriten e pagat edhe ato të cilat janë mund të i kalojmë. Por nëse vazhdohet me ngritjen e çmimeve, kot ngriten pagat. Qeveria le të ngritin pagat sa dojnë, kur nuk ka dikush që i kufizon, sepse ekonomia e lirë, tregtia, tregtarët, ata që kanë biznese private, dëshirojnë që të pasurohen sa më shumë dhe gjejnë gjithmonë arsye për me rrit çmimet, kështu do të rritet çmimi edhe i rrymës, edhe i bukës, edhe i gjithë artikujve të tjerë, si rezultati asaj se qeveria nuk lihet të punojë për popullin.
dhe unë mendoj se kjo qeveri që sapo e përfundoi mandatin dhe kjo që do të vijë në vazhdim, është e popullit, do të punoj për popullin. Zoti Beqira, brenda sa kohësh parashini ju që do të formohet edhe qeveria e re? A kemi prit ko gjatë 2 muaj e gjysmë tashmë mas zgjedhjeve? Tu e marë parasysh shembullin, falë që të ndërpres, Gjermani në fakt, edhe pse nuk kemi shtet për të krahasuar, por shumë shpejt mas zgjedhjeve të nesërmën u dakorduan, biseduan dhe vazhduan me procesin e punës. Po, ju keni të drejtë shumë që krahasoni, sepse ne do të krahasohemi me dikën që është si pikë referente do ta marrim, pse jo Gjermaninë si shtetin tonë mik, prandaj edhe pse Gjermania sa vite para nesh është shtet i pavarur ose shtet i bashkuar prej 2 Gjermanive, të cilat padrejtisht ishin ndarë, por në këtë fazën të cilën ne kaluam, nuk ishte fajtor as opozita, as nuk ishte fajtor qeveria për çka ndodhi deri kjo, sepse KQZ-ja nuk arriti të numëroj sa më shpejt votat, sepse qeveria nuk i numëron votat, në Gjermani, as në Gjermani nuk i ka votuar, nuk i ka numërue votat qeveria, por i kanë numëru një komision edhe atje zgjedhor që është, prandaj fajet mbesin deri te certifikimi rezultateve që ndodhi, pastaj afatet që ishin për ankesa, dhe ato afatet të cilat ose ato rastet kur votimi me post që doli skandaloz dhe që doli ai numër i votave jo proporcionale me votave që i merr kandidati në kuti dhe me votat të cilat i merr përmes postës, tash mbetet që ato të shihen se a ka qenë mundur logjikisht dhe matematikisht që një kandidat të merr vje fjala në kuti pak vota, ndërkaq përmes postës të merr numër rekord të vota. Pa përmend partitë politike, pa përmend cili prej kandidatëve ose cilit prej kandidatëve kanë bërë. Prandaj vonesat nuk kanë ardhur si pasojë e qeverisë që ishte në detyrë, por ka ardhur deri si pasojë e certifikimit të rezultateve që është bërë deri në fund. Brenda kohës prej 30 ditëve, presidentja e thirrri seancën e fundit, domethënë seancën konstituive me 15 prill, prandaj jemi në afatet në të cilat jemi tash gjithçka është në rregull. Ne mund të themi nga 9 prillit, nga 9 shkurti deri me 19 prill kanë kaluar jashtëzakonisht ditë shumë, por për neve qeverinë keshëm, qeveria ishte duke udhëheq dhe gjithçka ka qenë në rregull, asgjë s'ka mbet, askush s'ka mbet pa paga, asnjë projekt s'ka mbet që nuk mund të realizohet, por normal që unë pres që sot të bëhet një gjë e tillë dhe të kemi qeverinë e re të ardhshme të udhëhequr nga zoti Albin Kurti. Pra jemi brenda afateve kushtetuese dhe gjithçka po shkon ashtu siç duhet shkuar. Por do doja veç pak minuta para se t'ju liroj që të flasim edhe për marrëdhëniet me ndërkombëtarët, specifikisht me Amerikën, kur e dim se në çfarë pozicioni po ndodhet sot Amerika dhe vendimet e Donald Trump. Qysh jemi në këtë drejtim, zoti Beqiri, dhe çka duhet pasur kujdes ose duhet shtuar më shumë kujdes qeveria e ardhshme, kushdo qoftë ajo, në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Qeveria aktuale dhe qeveria ardhshme dhe populli i Kosovës e ka mik të pandashëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm, edhe shtetet të tjera të cilat në vazhdimsi na kanë ndihmuar edhe në çlirimin e Kosovës edhe në gjitha. Nuk mund ta kontestoj askush, nuk mund ta bëj askush edhe nëse dëshiron që të prish marrëdhëniet Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dikush. Ato mund ta bëjmë vetëm për konsum ditor. Nuk e bën Albin Kurti një gjë të tillë, nuk e ndërpren marrëdhënien dhe as se ka të drejtën qytetare ta bëjë të tillë dhe nuk është në domenin e tij njerëzor, kombëtar që të prish sa do pak ose të zbus ose të zbej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe siç thash, jo vetëm me to. Prandaj marrëdhëniet tona mbesin të palëkundra pa marrë parasysh se cilën qeveri e kemi. Natyrisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjedhur për një ndryshim të presidentit atje, domethënë tash nga zoti Biden kemi zotin Trump, cilit i dëshirojmë edhe shëndet të plot, edhe mandat deri në përfundim të mandatit të tij si president dhe suksese
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë mendoj se ai nuk është vetëm. Ta kuptojmë se presidenti Trump nuk qëndron vetëm në zyrin e tij ovale dhe në departamentin e shtetit, por është i rrethuar ose është i ndihmuar prej bashkëpunëtorëve të tij dhe ai do të bëjë më të mirën të mundshme për tërë popullin Amerikan dhe për të gjithë njerëzimin. Nuk ka ardhur në një pozitë që të shkatroj botën, nuk ka ardhur në një pozitë ai si president për herën e dytë që të prish marrëdhëniet e Amerikës me dikon, do të gjendet zgjidhja edhe me Kinën për të gjitha këto tarifat të cilat i kanë nisë për tregti, sepse ne jemi të vetëdijshëm se si ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shtete tjera, si kanë kaluar fabrikat ose prodhimet nga Shteti i Amerikës në Kinë, pastaj Kina u forcoi jashtëzakonisht shumë, i ka kthyer me prodhimet tyre dhe natyrisht që presidenti Trump dëshiron që të ketë një mirëqenie më të mirë për popullin e tij, po pa dashur që ti varfëroj ose pa dashur që të ndërshkoj popujt të tjerë, pa asnjë dallim, as Bashkimin Evropian, as shtetet tjera, as Kanadën, as Britaninë e Madhe, kështu që unë mendoj se është një njeri jashtëzakonisht largpans, një vizionar dhe gjithçka do të shkojë në rregull, edhe pse njerëzve ju duket se çdo ndryshim kur bëhet mes një presidenti te presidenti tjetër, mos ky po e bën këtë, mos ky atë. Unë i siguroj gjithë qytetarët e Kosovës që të jemi të qetë, jemi të gëzueshëm dhe për cilin do president që vjen në Amerikë, jo vetëm Donald Trump. Prandaj do të jetë gjithçka në rregull në rrugën toksor. Urojmë që luftrat të cilat janë duke ndodhur atje mes Rusisë dhe Ukrainës që sa më parë të ndërpriten, po ashtu në mes të Izraelit dhe Gazës që të kemi një qetësim sa më të parë dhe të lutemi të gjithë për të gjithë ata të cilët janë në këto momente në kushte të vështira, që sa më parë që ta kalojnë këto vështirësi dhe fundit të kemi një jetë njerëzore të dinjitetshme, sepse jeta është e shkurtër dhe secili që kemi lind, rritemi është procesi natyrshëm që edhe do të vdesi. Po, zoti Veçiri, vetëm edhe një çështje për këtë pyetje sa i përket raporteve dhe sfidës të qeverisë së re në këtë drejtim. E kuptoj që më shumë është çështje ekonomike kjo dhe ekspertët ekonomik mund ta elaborojnë më mirë, por nga aspekti dhe perspektiva e politikës në përgjithësi dhe marrëdhënieve, taksa e cila është 0 për Serbinë dhe ka përqindje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të ndikoj diçka dhe çka duhet me vepru në këtë drejtim, sepse thirrja ka qenë që më njëherë qeveria të heq taksën ndaj SBA-ve, e cila është 10%. Po, ne jemi të vetëdijshëm për blokadat të cilat i ka pas qeveria edhe sa ishte zoti Haradinaj njëherë që bani taksën 100%, pastaj zoti Albin Kurti që ndërpreu tërë tregtinë me Serbinë. Tash për momentin është ashtu siç e thoni ju se 0% për Serbinë, por kjo taksë e cila ekziston për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është që solli për këtë moment si kundërveprim i asaj që bëri zoti Trump. Kjo sigurisht se nga zoti Kurti do të diskutohet momentin e parë që të merr mandatin, sepse ai si kryeministri në detyrë ndoshta edhe nuk e ka pas të drejtën ligjore që ta largoj këtë taksë. Prandaj kjo taksë nuk është vu, po ka qenë edhe më herët, kështu që ndoshta ndër vendimet e para të cilën do ta merr zoti Albin Kurti si kryeministër, i cili sapo të zgjidhet sot ose në detet në vijim, do ta hiq këtë sepse ne nuk jemi ata të cilët dëshirojmë të vendosim taksë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që njëkohësisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës na njohin neve si vendin e tyre mikt, mos themi si pjesë e shtetit të vet. Po, tashmë kur të formohet qeveria e re në fakt, edhe ju pajtuat që kushdo që të vjen do duhet të punonte dhe të qote për para proceset, por brenda në për dikasteret tona, si e përmendet shëndetësinë, e përmendet arsimin, diçka shumë të rëndësishme, hipotetikisht, do doje që të ishin kasta e cila ishte ministrave tashmë që janë qeveri që ka përfunduar mandatin e tyre, apo zoti Kurti do duhet të ndronte disa ministra në për dikasteret e ndryshme. Si e shihni ju si çështje, do të thonë si një si çështjeve politike këtë pjesë?
Përbërjen e kabinetit të ri qeveritar. Po. Kërkoj ndjes ndoshta për ndërhyrjet që i bëjmë nga njëherë sepse nuk e kemi qëllimin të ndërhyjmë, po për shkak lidhjeve. Po, unë mendoj se zoti Kurti e ka të drejtën dhe askush nga ministrat nuk ka shkuar që të rizgjidhet edhe një herë ministër. Prandaj nëse bën ndryshime kryeministri Albin Kurti në marrjen e vendimit të ardhshëm si për kabinetin e ri qeveritar, askush nuk do ta merr sepse nëse ministri i arsimit nuk e vazhdon përsëri mandatin si ministër, të mendoj dikush se për ndonjë ndëshkem, për ndonjë punë të cilën e ka bërë, sepse këtë ka mund ta bëj zoti Kurti në çdo ditë të qeverisjes së tij. Prandaj unë pres që kabineti i ri të ketë freskime, ketë ministrat të tjerë, pse jo, ketë njerëz të cilët do të punojnë më shumë, po do të ndihmohen edhe më tepër nga ish ministrat nëse nuk zgjidhen atë detyrë. Prandaj vetëm në atë mënyrë do ta kuptojmë se nuk ka pas atë mbetje ose nuk ka atë mbetje ndaj ndonjë ministri i cili nuk do të zgjidhet përsëri në atë degaser të cilën e ka zgjedhur. Prandaj nuk do të thotë edhe që ne ta kuptojmë atë se kemi marrë një pozitë 4 vjeçare si ministër, tash do ta kemi sa të jenë në kryeministrin në detyrë ose në krye të shtetit që gjithmonë të jenë kështu. Prandaj unë pres që mos jetë tërë kabineti sepse do të ishte edhe shumë interesante nëse do të vazhdonte Albin Kurti me të njëjtë ministra. Ka mundësi që vetëvendosja ka jashtëzakonisht njerëz të përgatitur dhe njerëz të ngritur profesionalisht, edhe të tjerët përpas këtyre të cilët i ka pas në detyrë për mandatin 4 vjeçar. Pse e them këtë? Se sipas asoj logjike dhe lista e kandidatëve për deputet të lëvizjes vetëvendosje nëse shohim ka pas mbi 40% dallim prej listës së kaluar para 4 viteve. Prandaj gjithmonë freskohet, gjithmonë vinë kandidatë të ri dhe sigurisht do të vinë ministra të ri, zavens ministra të ri të cilët do të ndihmohen. Prandaj unë mendoj që dhe jo vetëm që mendoj, po dhe besoj që në 4 vitet e ardhshme do të kemi një kthesë jashtëzakonisht të madhe në fushat në të cilat i ceka edhe një herë për i theksoj arsimi, shëndetësia, siguria dhe gjendja ekonomike që duhet për secilin qytetar të jetë e njëjtë, pa asnjë dallim, qofti asaj partie, qofti kësaj, apo i ndonjë komuniteti, dhe askush në këtë vend nuk do të ndiejë veten si qytetar të rendit të ditës, të rendit të dytë. Unë më vjen shumë keq që ka ardhur situata në tillë që dikush të mendoj veten si komunitet jo shëmic në Kosovë. Nuk duhet të ketë ato dallime. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se jemi qytetar të Kosovës të barabartë, qoftë shqiptar, bosnjak, turq, apo komuniteti tjetër i cili do të qoftë, edhe pse jo dhe serb. Ata të cilët kanë bërë krime, ata të cilët kanë bërë gabime të ndryshme gjatë periudhës që të përgjigjen para ligjit. Përndryshe qytetari do ta ndiejë veten në Kosovë si qytetari barabartë. Për çka na duhet mendojmë për ndonjë zajednisë ose për ndonjë asociacion? Pse kush me kë do të ketë ndikim ose kush kanë duhet ta mbisundojnë Kosovë? Në Kosovë jemi të gjithë të barabartë. Ne jemi nga ajo gjeneratë që kemi jetuar në ish Jugosllavi apo që kemi qenë si pjesë e padrejtësisht si krahin e ish Jugosllavisë bashkë me Vojvodinën, por jemi ndjesë si qytetar të rendit dytë. Pse atash duhet si popull shumicë në Kosovë të mendojmë dikën se qenka i komunitetit Roma, Shkalia, Egjiptiana, i cili do të qoftë ai komunitet. Ne jemi të barabartë në këtë shtet dhe jemi të gjithë shtet formues të këtij shteti. Prandaj unë shoh shumë diçka jo në rregull sa mundohemi të sjellim ndonjë asociacion për dikën sepse ne nuk po japim drejta dikujt. Mendoj që është shumë e tepërt kjo. Po, zoti Beqiri, e fundit, cilat janë 3 vendimet që do duhet i marrte zoti Kurti në mandatin e tij të tretë, më njëherë pasi ta marrë mandatin e kryeministrit, pra në të vinë detyrë, cilat do të jenë 3 punë kryesore që do duhet urgjentisht me i çu përpara? Ndoshta 3 vazhdimisht të përmenda. Arsimi, shëndetësia.
Shëndetësia, gjendja Ekonomia. ekonomike. Qytetari dëshiron që të jetoj i lirë dhe të mos ta zgjedh televizionin gjithmonë për debate, mos ta e shoh televizionin gjithmonë se çka po ndodh, bile duhet shkohet ka ajo që qytetarit thjesht mos i interesoj fort kush është president apo presidente, kush është kryeministër, sepse duhet ta di se cili do që të vijë aty do të punoj për qytetarin. Prandaj, unë për këtë besoj që edhe qytetarja ka dhënë besimin Albin Kurtit të njohë si një qytetar i cili mundohet për të gjithë barabartë. Nuk duhet të kemi dallime në mes njerëzve. Secili nga ne në fund ditës ose në fund muajit presim një pagë apo bizneset presin një të ardhur që duhet të jetë mbi zeron, kështu që gjendja ekonomike sa më shpejt ose sa më shumë të ngritet, sepse e ka kapacitetin Kosova, e ka potencialin, e ka rinin, e ka të gjithë stafin profesionist cilin kish me mujt me bo më të mirën, por them drejtën më shumë të që neve është duke na pengon Kosovë, po na pengon politika. Nëse kishë mujt pak më shliru prej politikës, jam dakord që në fushat të rejt bëhen, edhe fjalët, edhe gjuajtjet, edhe batutat, edhe gjitha në rregull jemi. Po në momentin që voton qytetarit harrohen ato dhe të vazhdohet tutje. Prandaj arsimi, shëndetësia dhe ekonomia. Po. Zoti Beqiri, fillimisht po të falenderoj për kohën, po mbeta bërsh edhe me të pyet për pjesën e presidentës në zgjedhjet për president në shkurt të vitit 2026. A do të pamundsohet jetëgjatësia e kësaj qeverie të re që pritet të formohet deri në zgjedhjen e presidentës që do të ndodhë në shkurt të vitit 2026? Do të jetë gjatë kjo qeveri dhe nuk do ta pengoj, me qenë se dim që në Kosovë asnjëherë nuk është shku vendi në zgjedhje për zgjedhjen e presidentës? Po, unë mendoj se sot do të presim vazhdimin e seancës, do të presim konstituimin, do të presim qeverinë ardhshme dhe urojmë që të jemi të gjithë shëndoshë mirë në 2026 dhe do të zgjidhet presidenti apo presidentja e ardhshme pa asnjë problem, sepse 80 deputet do të qëndrojnë në sallë, se nga se fundit është obligim i tyre kushtetues që të qëndrojnë në sallë. E për sa do të votojnë 61 herën e tretë, më herën e parë do të 80 me 80, ose herën e dytë 80 qëndrojnë sallë dhe 80 votojnë, e herën e tretë 80 deputet të qëndrojnë sallë dhe 61 do të votojnë. Prandaj, askush nuk besoj që do t'ja ndërpres veti mandatin si deputet për mos qëndrimin e tij në sallë. Më duket se kjo do të jetë diçka e pakuptim për deputetin, sepse ai do të kthehet pastaj qytetarit për votë dhe qytetari sigurisht do ta ndëshkoj, nuk ke qëndruar në sallë për president, prandaj çka po kërkon tutje. Edhe fundja të ditë na parasysh të kemi ligjet në Kosovë që parashihen që nëse mandati i deputetit ndërpritet para 2 viteve, atëherë deputeti nuk do të gëzoj të drejtat të cilat i ka benefitet pas përfundimit mandatit. Kështu që para 2 viteve nuk e besoj se deputetët do ta ndërprenin mandatin e tyre, përveç një pyetje ndoshta hipotetike që do ta bënet jo, nëse do të kishte ndodhur që s'mund të ndodhë që lëvizja vetëvendosje të mbetet pa qeverisje. Atëherë me automatizëm do të shkohet në zgjedhje, sepse lëvizja vetëvendosje nuk do të qëndrojë në sallë ose nuk do të qëndronte në asnjë mënyrë në sallë për të bërë 80 vota. Po, Interum, faleminderit shumë për kohën dhe kontributin që dhatë sot në lidhje me seancën konstituive të vendit, po jo vetëm me këtë seancë, sepse pritshmëri tashmë pas kalimit të pikës së parë të rendit të ditës, normalisht na pret edhe qeveria dhe ju, në fakt edhe atë analizën e juaj politike. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju dhe kënaqësi që isha direkt i lidhur dhe kërkoj falje për ndërprerjet që janë bërë dhe uroj që ndonjëherë të jemi në lidhje direkte në mënyrë fizike, në mënyrë që të kemi më shumë kohë të elaborojmë të gjitha këto, njëherët urime dhe punë të mbarë dhe për të gjithë shikuesit e juaj të cilët janë të shumtë dhe kërkojmë ndjes në qoftë se diçka dikon për çfarë do arsye kemi
e lënduar apo diçka nuk kemi folë sipas shijes së tyre. Pa merak, studio është e hapur për juve dhe fizikisht, kur do që jeni gatshëm, ne jemi këtu çdo ditë për të kontribuar për temat ndryshme. Faleminderit shumë. Punë të mbarë.